Ne do të mbetemi tek zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, kryesisht në Tetov, kjo komunë me shumicë shqiptare ka kënaqësi ftoj në këtë komunikim të drejtë për drejtë kryetarin e degës së BDI në Tetov, por po ashtu edhe antari kryesisë qendrore të kësaj partie. Lidhem tani me zotin Bajram Rexhepi. Ju përshëndes zoti Rexhepi, është gjithmonë kënaqësi, mirë se erdhët në Ballkan Update. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Çfarë po ndodh në Tetov? Duket se vlen po ringjall Titon pikërisht në zemër të komunës me shumicë shqiptare. Në mënyrë metaforike sepse kështu me vendimin e gjykatës kushtetuese Maqedoninë e Veriut do të riquhet sheshi qendror që dikur quhej Lirian mos gaboj. Po, kjo është vetëm një pjesë e vogël e atij mozaiku të madh provokativ që është duke ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Jo me siguri ju kujtohet se ne kemi alarmuar që në vitin 2024 për ndikimin e botës serbe, për ndikimet ruse këtu në Maqedoninë e Veriut, por edhe ndikimet të shteteve tjera të lindjes, shtete do thoja armiqësore me ne shqiptarët, sepse ato kanë financuar projekte të ndryshme, kanë financuar edhe parti politike këtu në Maqedoni dhe me sa duket në atë periudhë mendonin shumica e njerëzve që kjo është pjesë atij vokabularit ton politik për përfitime politike, por në ndërkohë e shihni për shembull edhe raportin e Parlamentit Evropian ku alarmon për ndikimin e botës serbe në politikën e Maqedonisë së Veriut dhe tani i shohim vetëm pasojat e atij ndikimi të botës serbe këtu në Maqedoni. Ju kujtohet se gjykata kushtetuese e abrogoi edhe balancuesin i cili garantonte përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Përgatitet gjithashtu të abrogoi edhe shumë ligje të tjera të rëndësishme që janë për ne shqiptarët e Maqedonisë, përfshi edhe disa nene të ligjit të gjuhëve, kështu që ky vendim i gjykatës kushtetuese, që është një vendim absurd, antikushtetues, një vendim antiligjor, i pabazuar në fakte, është vetëm një pikë nisje për të matur, për të testuar durimin e shqiptarëve, neve shqiptarëve këtu në Maqedoni, që të shohin se si do jetë reagimi jon. Unë besoj dhe jam shumë i vetëdijshëm se nëse ne dorim të heshtur, vendimet e ardhshme do jenë edhe më dramatike, edhe më shqetësuese, edhe më pyese për ne shqiptarët këtu në Tetov, por edhe shqiptarët në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut. Po, dhe vlen për të theksuar që atje kjo komunë ka një drejtues. Emri i kryetarit të komunës është zoti Bilal Kasami. Nuk e di çfarë ka ndodhur, pse është lejuar që për të marrë, po themi, me këtë problematik që tregon ndoshta vetëm një pjesë të asaj që është problem më i thellë i rrënjosur që duket se ka shtrirë tendakulat në Maqedoninë e Veriut. Pse është lejuar diçka e tillë nga shqiptarët? Sa ata nuk drejtojnë vetëm komunën e Tetovës, po e kanë fjalën për koalicionin Vlen, tashmë një parti me 2 bashkëkryetarë që janë edhe në qeverisje. Besoj kanë pushtetin apo mekanizmat për të mos e lejuar diçka të tillë. Çfarë mungon? Mungon vullneti? Ndë jo, nuk është se mungon vullneti, mungon forca politike, gjithsesi. Kur ndodhi në vitin 2024 që të formohet një qeveri pa legitimitet etnik, e tillë ka qenë edhe në vitin 2006, dhe ne i kemi parë edhe atëherë pasojat e një qeverisje të tillë që nuk përfaqëson shumicën shqiptare të Maqedonisë së Veriut, edhe sot, në atë momentin, do me thënë që një parti politike si humbës i zgjedhjeve në kampin politik shqiptar ulet në tavolinën e bisedimeve, dihet se do jetë nënshtruar për ato 4 vite dhe do jetë heshtur, nuk mund të ngrej zërin për asnjë çështje shqiptare, dhe ne sot i shohim pasojat. Nuk është vetëm puna e emërtimit në rrugëve në Tetov, janë edhe shumë aspekte të tjera i kanë të bëjnë me të drejtat tona të shqiptarëve këtu në Maqedoni dhe sigurisht që nëse ne dorim të heshtur, këto edhe do vinë duke u shtuar. Juve ju kujtohet se do me thënë parolla kryesore e VMRO DPMN-s në zgjedhjet e vitit 2004 ka qenë ta kthejmë Maqedoninë te maqedonasit. Po. Se ishte një propagandë politike e cila i bindi kampin politik Maqedonas se shtetin po na e marrin shqiptarët. Ndërkohë që ne vetëm kemi kërkuar të jemi të barabartë konform standardeve evropiane, konform kushtetutës, dhe kjo ju dukeshte asaj strukture nacionaliste maqedonase se ja shqiptarët po na e marrin shtetin. Edhe në këtë projekt kur ato janë ulur edhe kanë nisur të shohin gjërat se çfarë duhet të bëjnë
krijimi i një bloki të tillë politik siç është vlen ka qenë ndër pikat kryesore, domethënë kanë insistuar që të kenë një parti vazale të heshtur të shqiptarëve, e cila absolutisht nuk do jetë në mbrojtje të interesit shqiptar në Maqedoni, prandaj dhe pasojat ne po i ndjejmë në lëkurën tonë çdo ditë këtu në Maqedoni. Zoti Rexhepi, është interesant se si të sjell situata. Kam fjalën për një protestë që do të mbahet nesër në datë 11 korrik në Tetov në orën 20 pikërisht për të kundërshtuar nisur nga ky rast i ndryshimit të emërtimeve të rrugëve apo shesheve kryesore, po besoj në thelb ka një tërësi problematika që përfaqëson pikërisht atë që e thon edhe europianët, një ndikim të shtuar të botës serbe e që na çon më pas, jo vetëm tangent tek vllai i madh tek Moska, aty në Maqedoninë e Veriut. Ju sot vëmendje disa element të, po themi, ekstremizmit fetar, ekstremizmit islamik që po ashtu lëvizin në Maqedoninë e Veriut apo kanë shtrirë ndikimin e tyre. Është e vështirë sigurisht të flasësh për këto, po di të them që në mesin e gjithë këtyre problemeve që kanë përfaqësimi i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ka edhe, po themi, një investim për të ardhur në Tiranë në protesta, kryesisht në ato protesta që janë cilësuar të dhunshme në bulevardin e Tiranës me kërkesën kryesore për rrëzimin nga pushteti të kryeministrit Edi Rama. Jo më larg se 2 ditë më parë në pikën kufitare të Qaftanës janë kthyer mbrapsht, në fakt ndalua njëri prej tyre, po edhe pjesa tjetër, përfaqësues të lartë të vlen. Në kuptimin politik, sa korrekte është që përfaqësues të lartë politik të një partie që përfaqëson shqiptarët Maqedoninë e Veriut të mbrin këtu në Tiranë të marrin pjesë në protesta që gjithnjë më tepër po duket se kanë synim destabilizimin edhe qëndrimin anti-shqiptar. Jo që nuk është korrekte kjo, do thoja kjo është e tmerrshme. Kjo është skandaloze që në ndërkohë që po ndrohen emrat e rrugëve këtu në Tetov dhe ne bëjmë ftesë për një protestë paqësore që të kundërshtojmë qytetarët të tregojnë mbledhjen e tyre, strukturat e vlenit kanë bërë gjithçka që ka qenë e mundur të sabotojnë dhe të mos lejojnë njerëzit që të dalin të protestojnë këtu. Në ndërkohë, ato njerëz organizojnë strukturat e caktuara që të shkojnë në Tiranë të protestojnë. Kjo është e çuditshme, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë politike të neve shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe pse ndodh kjo? Ju po të shihni, po të bëni një komparacion të ecurisë së zhvillimit ekonomik. Atëherë, do t'jap vetëm pak kohë, zoti Rexhepi, nuk e di nëse më dëgjon, që të rivendosemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, sepse ka një problem me dëgjimin tuaj për publikun. Jam në këtë komunikim në fakt me zotin Bajram Rexhepi dhe jam duke e pyetur për këtë strukturë të organizuar në fakt të njerëzve nga vlen që vinë këtu në Tiranë. Po, zoti Rexhepi. Doja të bëja një krahasim, një komparacion të ecurisë së zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Për shembull, nëse e krahasonim që nga viti 96, ku bruto prodhimi i Maqedonisë së Veriut ka qenë 2 fish më i lartë se Shqipërisë, në vitin 2016 ka qenë parafërsisht i njëjtë dhe në vitin 2026 tani kemi një bruto prodhim të Shqipërisë që është 2 fish më i madh se i Maqedonisë së Veriut. Dhe ky zhvillim ekonomik ka qenë i bazuar në zhvillimin e turizmit, sigurisht. Dhe kjo nuk u pëlqen strukturave që nuk ja duan të mirën shtetit shqiptar. Nuk ju pëlqen armiqve të Shqipërisë dhe të neve shqiptarëve në përgjithësi. Prandaj është shumë e kuptueshme që struktura të tilla të ndikuara nga shtetet e lindjes, që nga Rusia, Irani, Serbia e kështu me radhë, edhe të mund të bëjnë gjithçka që është e mundur, domethënë që të ndalin të zhvillim të hovshëm të ekonomisë shqiptare. Prandaj mua as pak as që më çudit kur e shoh, as që në habit të gjithëve kur e shohim se struktura të tilla, domethënë organizojnë njerëz për të dëmtuar turizmin shqiptar, për të dëmtuar shtetin shqiptar dhe unë besoj se informacionet që ka shteti shqiptar janë shumë më tepër se ajo që dimë ne. Dhe nuk do lejoj që organizatat të tilla politike apo jo politike të ndikojnë dhe të dëmtojnë imazhin e Shqipërisë. Kam edhe një pyetje të fundit, zoti Rexhepi, besoj e keni ndjekur sot një prononcim, mos gaboj pash në mediat tuaja,
të Zoti Kasami, cili madje ju akuzonte në një formë se ju kishit një bashkëqëndrim apo një komunikim me qeverinë këtu në Tiranë dhe po ngatronit gjërat në mënyrë që të etiketonit vlen si pjesëmarrës aktiv në këto protesta. Besoj, duke di ndoshta e keni ndjekur apo ja u kanë thënë që ka pasur një akuzë të tillë ndaj BDI-s nga Zoti Kasami. Keni një përgjigje? Jo, nuk e kam ndjekur, po është një narrativ i përditshëm, do me thënë, ato mundohen me çdo kusht që të nxjinë figurën e kryeministrit Rama, që të nxjinë shtetin shqiptar dhe nuk më habit asnjë deklaratë të tillë. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim kemi patur gjithmonë marrëdhënie të mira me qeveritë shqiptare, pavarësisht nëse ato kanë qenë të udhëhequra nga PS, nga PD apo nga partitë të tjera. Dhe këto marrëdhënie sigurisht që do vazhdojnë, ne do ndihmojmë me gjithçka që mundemi në zhvillimin e shtetit shqiptar, sepse një Shqipëri e fortë politikisht dhe ekonomisht na ndihmon edhe neve shqiptarëve kudo që jemi nëpër botë që të ndihemi më rehat. Falenderoj shumë, zoti Rexhepi, është gjithmonë kënaqësi e do ta keni vëmendjen tonë për çështje që lidhen me trajtimin dinjitoz të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ju përshëndes. Faleminderit.